Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Gjatë gjithë jetës sime, që nga fëmiria e deri tani që jam 55 vjeçe, kam jetuar vetëm në qendër të qytetit. Kam ndërtuar një karrierë të gjatë dhe punoj si drejtoresh në organizatën turistike të bashkisë. Përditshmëria ime ishte gjithmonë e mbushur me mbledhje. Qëndroja në zyrë me ajër të kondicionuar, me dosje në përduar dhe rrugë të asfaltuara. Duke qenë gjithmonë e rrethuar nga ky lloj mjedisi, kisha krijuar një mendim të gabuar. Të them të vërtetën, nuk i vlerësoja fare fshatarët. Në kokën time, ata ishin njerëz të prapambetur, që merreshin vetëm me dheun e me baltën, pa asnjë vizion të gjerë për jetën dhe pa asnjë dëshirë për t'u zhvilluar. Mendoja se bota atyre ishte shumë e vogël. Por jeta pëlqen të jap mësime pikërisht atëherë kur mendon se i di të gjitha. Një ditë, bashkia nisi një fushatë të re për të nxitur turizmin rural. Me radhë detyra të shkoja vetë në një fshat mjaft të largët për të parë nga afër mundësitë që ofronte zona. U nisa me makinën e punës, e veshur zyrtare si gjithmonë, e bindur se do të ishte thjesht një ditë e humbur mes pluhurit dhe mes bisedave të kota me fshatarët. Kur mbërrita në qendër të fshatit, takova një nga banorët që do të na udhëzonte. Ishte një burr 10 vite më i ri se unë, ndoshta rreth 45 vjeç. Ai sapo filloi të fliste, të gjitha paragjykimet e mia ran poshtë një nga një. Ai ishte një burr jashtëzakonisht i bukur, shumë i mbajtur, me një pamje të pastër dhe me një qëndrim mjaft krenar. Por ajo që më la pa fjalë ishte fjalori i tij. Ai fliste me një gjuhë aq të pasur dhe të qartë, saqë dukej sikur po dëgjoja ndonjë profesor universiteti. Gjatë bisedës më tregoi se kishte mbaruar dhe studimet e larta, por kishte zgjedhur vetë të kthehej në fshat. Ai menaxhonte pasurinë e familjes së tij, e cila kishte kope të mëdha, me dele, me dhi e bageti të ndryshme, e ato i mbante lart në mal, aty ku familja e tij kishte një stan të vjetër. Ishte një intelektual i vërtet që kishte gjetur qetësinë tek bujqësia dhe blegturia e diçka që unë nuk e kisha imagjinuar asnjëherë. Gjatë asaj vizite pune, ai na ftoi të shihnim stanin e tij lart në mal për të kuptuar potencialin turistik. Pamja atje ishte mahnitse. E kur përfunduam viziten dhe po bëheshim gati të ktheheshim në qytet, ai erdhi pranë meje. Qyteti të paskalodhur shumë, më tha ai me një ton që për mua ishte provokues. Kur të duash, mund të vish në stanin ton. Dyert i ke të hapura, të rrish sa net të duash për të gjetur pak qetësi. Ajo ftesë dhe ai burr nuk më dolën nga mendja për ditë të tëra. Unë isha një grua e pjekur, e pavarur, por mendoja vazhdimisht për mënyrën se si fliste dhe për sigurinë që transmetonte. Pas disa javësh e ndava mendjen. Mora në telefon shoqen time më të ngushtë dhe i thash që fundjavën do ta kalonim në mal. Bëm gati gjërat dhe u nisëm, e ai na priti në fshat dhe na shoqëroi vetë deri tek stani. Na ndihmoi me çantat,
ndezi sobën e drurit që të ngrohej ambienti dhe u sigurua që çdo gjë të ishte në rregull. Para se të largohej për në shtëpinë e tij në fshat, na tha: "Pushoni sonte, unë do të vi nesër herët t'ju sjell mëngjezin." Atë natë stani ishte shumë i ngrohtë dhe bëm një gjumë të rehatshëm si asnjëherë më përpara. Të nesërmen në mëngjes u zgjova e para. Kisha bërë një plan në kokë gjatë gjithë natës, sepse e dija shumë mirë se çfarë doja. Ai burr më tërhiqte jashmase dhe doja të flisja me te e pa shqetësuar nga askush. E shoqja ime u zgjua pak më vonë si zakonisht. "Dëgjo", i thash asaj. Ai pritet të vi nga momenti në moment me mëngjezin. "Të lutem", i thash, "sa po të vi ai, merr aparatin tënd dhe dil bëj ca fotografi në përmal. Na lër pak vetëm, sepse dua të bisedoj me të diçka dhe ja shkela syrin." Shoqja ime më njihte mirë. Buzëqesh i lehtë dhe u bë gati me njëherë. "Pa çfat", më tha. Sa po dëgjuam zhurmën e hapave të jashtë, ajo mori aparatin, hapi derën dhe doli, duke i thënë atij një mirëmëngjes të shpejtë në kalim me sipër. Ai hyri brenda. Kishte sjell një bukë të madhe të pjekur në furrë druri, të mbështjellur me një pecet të bardhë dhe kishte marrë edhe një kavanoz me mjaltë të freskët. Eci drejt tavolinës prej druri që ishte në mes të dhomës dhe i la gjërat aty, e nuk foli më njëherë. Unë kisha qenë pranë sobës e drurit, duke u ngrohur pak nga freskia mëngjezit. Kisha veshur diçka të thjeshtë, por qëndrimi im ishte krejt ndryshe nga ai i drejtoreshës zyrtare që ai kishte njohur herën e parë. E kësaj here kisha shumë emocione dhe kisha pak ndroje. "Shoqja jote ka zgjedhur kohën e gabuar për fotografi", më thaj, "sepse jashtë ka rënë pak mjegull." "Ajo është si dhel", pra, i thash, "e pëlqen mjegullen, ndërsa unë preferoj të qëndroj brenda aty ku është ngrohtë", i thash atij. Ajo kuptoi që kisha filluar ta ngacmoja, me buzëqesh i lehtë dhe qëndroi pranë tavolinës dhe më tha: "Kujtova se gratë e qytetit, sidomos ato me pozitat e larta, nuk e pëlqejnë shumë erën e zjarrit dhe jetën e thjeshtë." Dola përpara sobës duke hedhur disa hapa drejt tij. "Ti i paragjikon njerëzit e qytetit njësoj siç i paragjikoja unë njerëzit e fshatit", i thash atij. "Unë jam këtu dhe të siguroj që nuk erdha për të parë mjegullen, e as për të ngrënë mjalt." "Atëherë pse erdhe", më thaj. I thash hapur: "Erdha vetëm për ty. Prej ditës që jemi takuar, nuk kam menduar për asgjë tjetër. Ti më pëlqen shumë, më pëlqen siguria jote, më pëlqen që nuk impresionohesh nga pozita ime, nga mosha ime, apo nga zyrat e mia", i thash atij. "E po, unë jetoj në mal", thaj. "Këtu lart ne vlerësojmë vetëm gjërat e vërteta. Zyrat dhe titujt nuk kanë asnjë vlerë përballë natyres dhe përballë një gruaje." Me të vërtetë që kishim shumë emocione. E fjalët e tij ishin të prera, të matura dhe çdo gjë që thoshte vetëm sa mashtonte interesin për te. Kisha përballë një burr të vërtetë, dike që dinte të përballonte me qetësi një provokim të hapur nga një grua si vetja ime. "Unë du gjëra të vërteta tani", i thash. "Jam lodhur nga rregullat e qytetit, nga njerëzit që sillen ashtu siç u thuhet, sepse këtu lart e di që nuk ka rregulla." "E vërtet", tha, "nuk ka asnjë rregull. Këtu mund të bësh çfarë të duash."
Kur ju ofrova plotësisht dhe e pash që nuk u tërhoq, madje as nuk e ndryshoi qëndrimin e tij të sigurt, papritur, as edhe një fjalë tjetër, e kapa nga ato jakat e pulloveres së tij dhe tërhoqa lehtë. E putha me gjitha dëshiren që kisha mbledhur që kur e pash herën e parë. Por edhe ai mu përgjigj më një herë. Ai më mbështolli me ato krahet e tij të fortë dhe ma ktheu puthjen aty mes atij stani të ngrohtë. Po putheshim e po putheshim. Nëse doni të dëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.